kulturën amerikane, se është duke na bashkuar edhe zëria Margarita Kolla këtu momentin, kulturën amerikane, eseja është çdo profesion. Nuk ka atje, një inxhinier duhet të shkruajë ese. Qartë. Margarita Kolla është duke na u afruar në emision. Faleminderit zëria Kolla. Faleminderit ju për ftesën. Sa kisha pa të ftuar më 100 herë të merja, jam në gjyq. Po ky është profesioni jonë i nderuar. Ja pra, të ftova edhe zotin e Xhepi dhe ju, të ftova për një ngjarje shumë të rëndësishme. Si e pritët ju zgjedhjen e Klodian Braus? Unë në fakt Klodianin e kisha në atë mendjen time që Klodiani dhe mund të ishte kandidat për të zgjidhesh në intuit. Unë kam pasur shumë dëshirë që të zgjidhej një femër në krye të Spakut. Dhe Lorezë ti. Po patjetër, pse jo. S'ka asgjë të keqe. Lobim. Por u zgjodh Klodiani dhe po mirë, ajo është çështja atyre që kishin në dorë për ta votuar. Unë mendoj që në fushën e drejtësisë, nëse bëjmë një listë me njerëz të suksesshëm, jo në Shqipëri, por në botë, kryesisht në radhët e prokurorëve, ka gra shumë të suksesshme prokurore, të cilat kanë bërë ndryshime epokale kur kanë ardhur në krye të prokurorive. Dhe nisur nga kjo, duke qenë se edhe me studime të fushës psikologjike, po edhe në kriminologji, zakonisht femrat janë më pak të korruptueshme dhe ne Spakun e kemi xhan në thonjza pikërisht se duam që ai të luftoj korrupsionin. Mos e hap se muhabetin që femrat janë më pak të korruptueshme. Janë më pak të korruptueshme. Se kush e di pasaj na hap një folder tjetër këtu në emision. Unë të emisioni juaj ndihem aq e lishme sa do hap çdo folder. Sepse quhet dekalog. Dekalog. Tani, mua më duket ngarkesë e tepërt për i femër, pa dash të jem kështu, domethënë. Është ngarkesë e madhe. Ka fëmijë sinqerisht pa dash të njeroj, janë për barazie, janë shumë inteligjente, nuk kanë asnjë lloj diferencë. Ndoshta kanë edhe prioritet në ndonjë rast. Po që ai rola që rën, nuk e di, nuk do t'ja rekomandoja një femër. Po mua nuk më duket roli vështirë nëse të gjithë prokurorët bëjnë punën e tyre, dhe për më tepër drejtuesi i Spakut, shiko, në referencë ligjore, drejtuesi i Spakut nuk është se drejtuesi i Spakut përveç çështjeve që mund të ketë, çështjet veta, ndonjë nga çështjet vetë, drejtuesi i Spakut në fakt më shumë është lideri i këtyre prokurorëve, më shumë duhet i frymëzoj t'i vëj në punë prokurorit, të nxjisi të rrisi, t'i mbështesi dhe të rrisi besimin e prokurorëve të cilët mund të arrijnë në investigime dhe në hetime më cilësore. Në aspektin e zbutjes pak të ashpërsisë do ishte shumë e domosdoshme një femër. Ose ndonjëherë kanë ashpërsi të tepërt. Ndoshta edhe për këtë arsye, po. Tani zonja Kolla, si e pritet? Por Klodiani mendoja që mund të zgjidhej. Do të ke pasur. Shiko, unë di si vjen Klodianit. Jo, si vjen e din vetëm, por në një gjë kështu e një. Personalisht e njoh si një person i cili është person me shumë integritet, është njëri lexuar në mendimin tim, ka formim të mirë akademik, të paktën në fushën e jurisprudencës dhe për fushën ku ai është penalja, dhe një person që nga pikpamja kështu e këtyre aftësive ose si them vlerave personale është një person i ekuilibruar. Dhe mendoj që mund ta mbaj stekën sepse ka dy sfida përpara Klodianit. S'pari një herë duhet të mbaj nivelin që ka arritur Altin Dumani. Po, dhe së dyti, jo vetëm ta mbaj se kaq nuk mjafton, por duhet ta ngrej më lart. Dhe për mua problematika Çfarë do të ngrej më lart? Pikërisht do them, për mua problematika që duhet adresoj tani Spaku është cilësia e hetimeve. Pra, sepse deri tani ne kemi bërë tifozlik në sasi, sa po procedohen penalisht, jo vetëm nga organizatat kriminale, po edhe nga politika. Kemi pasur një lloj, si them, tifozerie, sepse kemi qenë të etur që të përmbysim edhe të thyem ciklin e pandushkueshmërisë. Ndërsa shumë bukur, shumë mirë. Ishte etapë. Tani në këtë etapë duhet që të jetojmë me profesionalizëm. Pra, që do të thotë të rrisim cilësinë e hetimeve, jo kështu, sepse deri tani
masat e sigurisë? Jo vetëm për masat e sigurisë, e kam edhe për hetimin e çështjeve në themel. Për shembull, këtu po qesh kolegu sepse e di shumë mirë çfarë janë niveli i hetimeve, e di dhe më mirë se mua, sepse këtu tek neve asnjëherë nuk shkojnë prokurorët të 2 deri në 3 prova, sepse po ti shkojmë doktrinës penale në thelbin e vet, në thellësinë e vet, duhet kesh minimumi 2 deri në 3 prova. Dhe një prej provave të jetë e tillë që mund të jetë edhe në favor të pandehurit. Ky do ishte gjykimi sipas doktrinës juridike. Këtu ka një prirje për të shkuar vetëm ka përgjime, me përgjime, ne arrestojmë njerëzit edhe i ndjekin penalisht. Pra ta që na ndjekin, për t'ja shpjeguar më thjesht, zonja Kola, marrim rastin e përgjimeve SKECC. Ju jeni duke thënë që për prokurorin kjo nuk është e mjaftueshme kjo provë. Jo, nuk është e mjaftueshme. Atëherë duhet të ketë edhe 2 prova të tjera, thotë? 2 prova të tjera, po dhe 2 tjera në mënyrë që të jenë 3 prova të cilat jenë të pakontestueshme për të realizuar ti të shkuar brenda. Këtë duhet të ngrej. Jo, në këtë nivel duhet të arrijë cilësia e hetimeve të SPAK-ut. Edhe gjithë prokurorive të tjera. Tani vetëm Klodian Bravo e ka në dorë? Jo, nuk e ka Klodian Bravo në dorë. Klodiani do fusi frymën. Fryma ka shumë rëndësi. Për shembull, fryma që ndërtoja. Këtë se kuptoj. Si fut frymën një drejtues, sepse ligji është prokurori është i pavarur. Shiko. Dakor, jo, nuk ka të bëjë me këtë. Jo, nuk ka të bëjë me pavarësi. E tepërt është fryma e mbështetjes, po. Shiko, nëse unë vitet dekalogu dhe Rolandi e zbret nivelin e bisedës të tillë që unë nuk eci dot me ritmin e Rolandit, atëherë Rolandi futi frymën që Margarita kur vit tjetër herë nuk do arrit të shprehet në atë nivel që do. Edhe në tek SPAK-u, nëse ka prokuror që kanë ambicie, duan të arrijnë, ambicie të mirë, ka prokuror që duan të bëjnë ndryshimin, të qëndrojnë. Domethënë në historinë e prokurorisë shqiptare. Kemi polifoton e SPAK-ut të 20 prokurorëve. Ju tha që ka ambicie. Ka prokuror që kanë ambicie, po. Kanë ambicie, po patjetër që ka prokuror me ambicie. Full screen. Por unë nuk është se do t'i veçoja, por nëse një prokuror për shembull ka ambicie dhe do të arrijë për shembull, ka shumë të bëjë mbështetja që i jep struktura. Do të jeni duke thënë që mes atyre 20-ve ka? Patjetër që ka. Ka plot që mendojnë. Po për shembull Adnan Xholi është një prokuror me ambicie. Është një prokuror që ka bërë çështje të vështira, është një prokuror që është ndjer i kërcënuar së bashku me zonjën Musabelliu. Për shembull, të ndjesh i kërcënuar dhe përsëri ti të vazhdosh dhe të performosh dhe të bësh raste të tilla do të thotë që ti ke ambicie profesionale. Dhe nëse ka frymë mbështetëse nga i pari i SPAK-ut, patjetër që do performoj më mirë. Patjetër, ai nxit frymën e bashkëpunimit, ai nxit frymën e kualifikimeve të mëtejshme, ai nxit frymën e nevojës që kur dikush ka nevojë për mbështetje, shkon drejtuesi i SPAK-ut e mbështet. Jo, kam një pyetje të drejtë. A mund të thotë prokurori, një nga 19 prokurorë, se tani është drejtues zoti Bravo, thotë që ti s'u ndryn dot mua për këto që argumente që. Po patjetër me ligj nuk i ndryn, absolutisht, nuk i ndryn. Jo, nuk i ndryn, mbështetja dhe ndërhyrja janë të kundërta. Ai thotë prokurori, un po marr një rast hipotetik, ë. Prokurori thotë, s'ke punë, ligji është i tillë, kur ishte prokuroria piramidale, kishte drejt. Tani ti s'ke punë, atëherë si do ta zgjidhë zoti Bravo këtë? Se ky është edhe një konflikt juridik. Jo, nuk është konflikt juridik fare. Pse zoti Bravo nuk do ndërhyjë në mënyrën se si ai e mendon ta investigojë një çështje. Ti the një provë nuk vlen, duhen 3. Po. E di unë. Po mi pra dakord, ai nuk e ka arritur cilësinë. Atëherë çfarë bëhet? Gjykata nga ana e saj, duke performuar dhe gjykata më mirë, se ka disa hallka aty. Nëse gjykata do arrijë dhe gjykata të ngrihet në nivelin e cilësisë dhe thoj, ka filluar shenjat e para GKK-ja, ka filluar GKK-ja shenjat e para që ka rrëzuar vendimet të SPAK-ut, sepse ka thënë pa mjaftueshmëri provash, ose ka thënë të pushohet çështja sepse provat janë të pamjaftueshme. Pra, GKK-ja duke kërkuar performancë më të mëdha nga SPAK-u e detyron prokurorin kur të shkojë në sallën e gjyqit të shkojë më i përgatitur dhe të shkojë dhe